vekësi. Kishës shenjtë katolike dhe apostolike. Në kërcënimit se si pranohet një kandidat apo kandidate në kishën shenjtë katolike. Dhe në fillim e pojmë shenjtë kryqin, ka me qenë lecimi parë, psalmi, lecimi liturgjiri, një meditim i shkurt dhe atër fillojmë me paksime, i thirrim me emër, dhe kur e thirrim kandidatin apo kandidatin me emër, edhe nuni vjen pas. Nuni gjithmonë ka me betos dorën e djathtë dhe cupin e djathtë, bëhen shenja, e bëhen formula paksimit, dhe datë anash hyet me vaj shenjë, i mështarë do të hyet me vaj shenjë, dhe përsërit trekeni në vendin e juj, dhe kryqen rriti paksimit dhe fillojnë rritin e kresmimit, ku kandidatet e marrin përmes shpirtit shenjë, dhuratat e shpirtit shenjë, doratat e shpirtit shenjë. E fillojnë në shenjë kryqit, në emër të Atit, e të Birit e të Shpirtit shenjë, që sa vetësisht i kremtojnë do 2 sakramente. Atëre gjithë ju uftoj, ata që e din, pendimin, punën e pendimit ta themi së bashku, që du pendu për mëkatet, shimet dhe dobësitë tona, të përjetuar me shirën e Zotit, me zemrat e pastra dhe me shpirt e tjerë, të kremtojmë vërtet kremtimin e paksimit dhe të kresmimit. Puna e pendimit. O Zotie, o vjen keq, me gjithë zemër, dhe gjithë në pake, gjithë në pake, që kam një parizi, kam rritur e fjeri, për ma forëse pa në fyrty, o e mira ma marume, që ka shkojnë të rrgash, në shirë Zot, kajë Zot, o të afjari në një nane, ma në fyrë ma Kyqët në shteshën pas në shirë për ne, na i fatë me kante tonë dhe na përcjell në jetën e pasosur. Punën i tani dururin, ta që ka mundësi bukur, dhe në të me të vendit e zi. Të traktohet
nuk të paresh të shqiptimi në nëndosh, as do të josh të shenjit përgjë. Shqipë më tregove udhën që shqipë njetë, në pranin tënde do të këmbushë shpesime. Vlezër, me lejoni të otëm hapës, David Patrias, Dish, Uvaros, dhe pari I ti është të përsëri sejti të nërmejtë. Por a I vasi ishte profet, në vasi e dhjët e sejtimi, që përvetua me vëtimi, se ne as pasit e ti do të hypte në trodin e ti, qysh me pare e parakap dhe paralajrojt në gjallën e Krishtit, kur tha, nuk qendrën në to as trupi, nuk e provejt atësimi. Po këtë Jezusi hyri e gjallën, dhe gjithë ne që të shkojmë të gjallë. Fjala e Zotit. Falenderojmë Hyun.
lumturitë qoftë ty o Zot. Gratë pasi të gjuat se Krishti, kur i gjatë me një herë larguar nga pari, me frik e një herësh me gëzim të madh. Shkuan me citim t'ju legojnë zensëve të ti, dhe ja u doli Jezusi përpara e u tha: Ju falet, ato ku afruan e morën kryp dhe e afruan. Atëherë Jezusi u tha: Mos keni frikë, shkoni e lajmoni vëllezërit e mi të shkojnë në Galile, atje do të shohin. Ndërsa gratë u shkonin, kur qenë disa kërëtarë arritën në qytet dhe i larguan për përkthenje përket çka ndodhi. Këta u duhuan me këshillim me flesh, morën shumë të volla, u atan ushtarët dhe u thanë: Thoni, zensët e tia për të matën, ndërsa ne kuptimin e votën. Ose se kjo djalë i shkon në vesh të pritarit, ne do të ndesemi nga mushimendjet e juve s'do të gjajtë për një keqe. Ata i marrin paratë dhe me ashtu si të mësuar. Kjo të madhe që përhapër deri edhe sot e kësaj dite. Fjala e Zotit. Lavdi ty o Krisht. Uluni. Kjo të përshqit. I dashur e Johan, i kari përshëndore, shkaj komunitje dhe qëllitones e të tisë dhe në qëta radiove të tjera, bashkë në qëtë të shtarë të nishën. Dhe ju vlezër mota, në këti, nëse do të mërë të tjane në një shqiptarë, do të vise me stilistike në një shqiptarë. Nëse do të vise dhe do të vetë me këti në zot tjetër, do të apelon në një që do të rikë një gjarë. Nëse do të vetë dhe të pojë, në stilistike të qimo e qike, do të angrejt e gjarë, për të gjarë, për të golit, gjarë të ndohë një të kongulit. Dhe kështu që e të nami, si pasatike, duhet dhe ne të ngrisit zamit për atë që sot Zoti duke të rikurde për një shpirë të shenjë dhe ka krejtë zemën dhe mendjen e këtyre vëllezërve dhe mollëve tonë. Sot jam zgjidhje të shumë dy fjalë. Zgjidhje e tonë me fjalën e përshëndetjes dhe shpresës. Mos keni frikë. Janë dy ndjenja themelore të cilat ekzistojnë në jetën e çdo njeriu. Frika dhe dashuria. E pikërisht këto dy ndjenja sot Jezu Krishti i prek. Dashuri i prek frikën tonë dhe dashurinë tonë. Prandaj, kur kemi frikë, atëherë ditë të tërhiqemi nga e vërteta. Ditë të tërhiqemi nga e mira. Por kur kemi dashuri, e për dashuria është një derë e hapur. Një derë e duresës, të cilën e kemi të shmuar si për dy shekullor. Një derë e dashurisë që është shkruar me pamësinë e solidaritetit, të cilën e kemi si dhunti për popullit tonë. Një derë e dashurisë e cila bëhet dhe një derë i gjejë, i virtyt të dhunti edhe të sakrifisë. Prandaj kjo fjalë sot mos keni frikë e Jezusit. Danësit me një mandat dhe me një mision, marrë e që këtë sot e pranishëm. Shkoni e lajmoni
është dëshmia e këtij larmi shekullor, që dëshmon sot prania në pajtin e Krishtit. Sepse ju e keni me shumë, se jeni të dashur me Krishtin. Ju e keni të dashurinë e Krishtit në jetën e juaj. Prandaj ky sot, dhe të tjerë të tjerë, duhet të kalojë nga një lojë historike të cilën e kemi te Krishti. Në pranimin e Jezu Krishtit e rinjatër, Zot, shpëtimtar dhe shpëtues. Kjo është në tona qendra e besimit në Krishtin. Kjo është në qendra në cilën burën sakramenti i baptizimit dhe mbrojnë pastaj me dëshminë e besimit. Prandaj të vota, edhe të vive e dëshojnë dhe një fjallë tjetër pushtim, se thotë, mos tuaj, mos keni frikë, sepse unë jam me ty të Zotit, mos u shmën nga mirë dhe nga vërteta, sepse unë me ty do të mbështes drejtësinë time. Drejtësinë time. Vëllezër motra, ke pajtohesh në ngjarje historike, dhe disi të pajtohesh me realitetin aty në kollëve që ka ndodhur me popullin tonë tash e 500 vite, nuk do të thotë që ky pajtim i aty në ngjarjeve historike e zaventson drejtësi. Prandaj, ju sot e kërkoni drejtësi historike që na është mohuar tash e 500 vite. Drejtësi e Krishtit, se dhe ju që po paksohi dhe ne të paksuari dhe gjithë besimtarët në botën tonë që kanë ardhur sot me pa e me dëgju fjalën e sakramentit, edhe kanë dhe gjithë duhet të njohin Jezu Krishtin. Jo vetëm si një figurë historike tash e por ta pranojmë Jezu Krishtin Zot, i rinjallë, shpëtimtar dhe shëndes. Sepse ai është i vetmi, rruga e vërteta dhe jeta. Vetëm e përmjet na hapet dera e mëshirës. Prandaj, mos keni frikë, thotë Zoti në Injil. Dhe kjo fjalë na tregon se ne jemi të pranishëm. Por vini në barë botën e predikoni, vini në barë botën e bashkëpunimit, me emrin e Atit, e të Birit e të Shpirtit Shenjtë. Prandaj ju sot jeni dëshmitar se dashuria e Jezu Krishtit që jeni të prediku jetën e juaj dhe familjet e juaja. Kjo dashuri shpesh do shndrohet sigurisht edhe në ndonjë përputhje nga leksit, nga ndonjë në shpirt apo edhe ndonjë shaka. Por kështu e kanë misionar e fjalës së Zotit. Sepse martirëzimi i atyre që dëshmojnë Jezu Krishtin janë dëshmia më e gjatë, më e ndërruar me Krisht. Pra ne kemi duke kërkuar këtë drejtësi historike. Njeriu e ma historik, kuptohet. Ju sot të dashur që do të paksohi, ju po bani sot historik, se të përqëmin e vemë, drejtësi historike që në takë. Prandaj se boli i bashkë është drita, sikur që shëtëmi qijeri e bashkë të të tjesë. Nuk pjesët të gjama të mena për mena kishe, njërë rastësore, por qëtarë një do të thamë. Ju që sot të pakzoni, mundohni tjeni prapë një dritë me kulturën e jetës, në përmjet vepërve të tuaja, tash e të tjera të shmoni, Jezu Krishtit dritë e rinjallë. Që t'ja u shkishtë të Afrika një jetës.
Krishti thotë, unë jam drita botës, kush vjen pas teje, nuk do t'es në errësirë. Prandaj nëse në botë ju thotë, lironi nga kjo errësirë, e çfarë do të errësirë shohë ajo, ne po e lironi nga kjo errësirë, që na bën mend, e na bën të izoluar, na bën larg së vërtetës, na bën larg së drejtës. Prandaj ta keni përbas dhe për të vetë fjalën e Zotit. Bibel, sepse shkrimi shenjtor, fjala e Zotit është drita dhe rrugëve të jetës sime. Nëpërmjet asaj fjale ne e shndrisim e kryejmë sigurinë e ekzistencës sonë. Pra sot, ju do të merrni përsëri për një mision. Ne mundohemi vëllezër e motra. Ta shndrojmë këtë mision, këtë vepër, në një vepër, jetu vepra dashurie dhe shëtime. Urime, Zotit ju bekoj. E tani do të fillojmë me sakramentin e parë, riti i pagëzimit, që të na i përcjell me vëmendje, shikjoni se si pranohet një kandidat në Kishën Shenjte Katolike dhe Apostolike. Tani unë do t'i përmend emrat, ullu Dardan të lutëm, përmend emrat e të pagëzuarve dhe ju çdo emër që përmendi ngriturin e kam. Halil me emrin të pagëzimit Mal. Nuni i tij Gjergj Premkoçaj. Ganimete Beqiri. Ornela Olti Olta Olgerta Valbona Erjon Albion Kastriot prena i ngritet në kam njët Mirushe Dafina Recep me emrin e pagëzimit Lek Drita Tauland Drita Bruka Nunesha Age Shtufi Bekim Asani Elias Besa Bora dhe Agron. Dhe pyetja e parë e kishës Una? Iliri, po, Iliri, më falë. Iliri, po. Se pa të më? A Liri e Gashi, më falë, po. Liri e Gashi, më falë. Liri e Gashi, në regullina. Ana Maria të pagëzimit e bojmë, por tani ka Liri, por në pagëzim Ana Maria. Pyetja parë është ju drejtohemi ju, që edhe njerë publikisht, përmes lirisë së juaj, që e respektojmë fort lirinë e juaj, ju pyesim çfarë kërkoni prej kishës së hyut, përgjigja juaj është për atë që keni ardhur, pagëzimin. Pra tani ju pyesim, çfarë ju kandidat dhe kandidate kërkoni prej kishës së hyut sot? Pagëzimin. Çfarë na dhuron pagëzimi dhe feja? Jetën e pasosur. Kjo është jeta e pasosur, që ju ta njihni hyjin e vërtet dhe atë që ai dërgoi, Jezu Krishtin. Ky në fakt, duke u ngjallur nga të vdekurit, u bën nga hyu princi i jetës dhe Zoti i të gjitha gjërave, të dukshme dhe të padukshme. Ju sot nuk do ta kërkojni këtë jetë me pagëzim, nëse nuk do ta njihni me parë Krishtin dhe nuk do të kishi vendosur të bëheshi nxënës dhe nxënësit e tij. Prandaj ju që paraqiteni si nuna dhe nunesha të këtyre kandidatëve,
A mendoni se janë të denjë para hyut të pranohen sot në sakramentet e hyrjes në jetën e krishterë? A jeni të gatshëm që me fjalë dhe me shembull të vazhdoni të ndihmoni kandidatet për të cilën keni dhënë dëshmi në angazhimin për të ndjekur Jezu Krishtin? Të lutemi, ateti mëshirshëm, të falenderojmë për këta shërbëtorë të tu që tashme të janë drejtuar ty, të ftuar në shumë mënyra nga hiri yt dhe që para kishes i përgjigjen sot thirrjes sate. Bëj o Zot dashamirës, të arrijë me gëzim në përmbushjen e shëstimit të dashurisë sate në për Krishtin Zotin tonë. Amen. Të lutemi për të dashurit tanë që kërkojnë sakramentet e edhe për ne mëkataret, që duke ju afruar Krishtit me shpirt feje dhe të penduar, të ecim vazhdimisht në ripërtritjen e jetës, tu përgjigj gjithë së bashku para secilës lutje, pas secilës lutje, na dëgjo o Zot. Na dëgjo o Zot. Mbrite zonin. Që Zoti të dëgjuar për e vëprit dhe të ndejnë ne të zëndjene në një të vërtejt të lutemi. Na dëgjo o Zot. Që ne të cilët nonë parëmjet të vëzdekur për mëkatën, në nga Krishtit, të mund të dëshmojnë hyrjen e tij të lutemi. Na dëgjo o Zot. Që këta vëllezër tanë e mund ratona, të vijnë në mëshirën e Tij, dhe të ecën për këndem, të jenë të gatshëm të takohen me Krishtin shpëtimtar të lutemi. Na dëgjo o Zot. Që duke ndjekur Krishtin që shkyen mëkatet e botës, të shërohen nga sëmundja e mëkatit dhe të lirohen nga sëmundja e Tij të lutemi. Na dëgjo o Zot. Që të pastrohen nga shpirti i shejt dhe në udhëheqjen e Tij të mund të ecin dhe shërbërisë për kryer të lutemi. Na dëgjo o Zot. Që të vazhdojnë të bashkë me Krishtin në sakramentin e pagimit, të vdesin për mëkatin dhe të jetojnë gjithmonë për Zotin të lutemi. Na dëgjo o Zot. Që të krijatuar atë, të cilin frytet e shejtërisë e të bamirësisë të lutemi. Na dëgjo o Zot. Që e gjithë bota, për të cilin ati ka dhuruar vjenjë të dashur, të besojnë dashurinë e Tij dhe të mësojnë ta dojnë atë të lutemi. Na dëgjo o Zot. O hyj i gjithë pushtetshëm, ti ke dërguar birin tënd të vetëm për t'i dhënë njeriut sklavit të mëkatit, lirinë e bive dhe bijave të tu. Me përvojtri po të lutemi për këta shërbëtor të tu, që pasi ka njohur gashnimet e botës, e ka njohur vetën mëkatar para teje, në sajet e vdekjes dhe të ngjalljes e birit tënd, lirojnë nga fuqia e territ, bëjnë të fort me hirin e Krishtit dhe mbroje gjithmonë në ecjen e jetës në për Krishtin Zotin tonë. Amen. Ju forcoft fuqia Krishtit shpëtimtar, në shenjën e të cilit po ju lyj me vajin e shpëtimit, në për Krishtin Zotin tonë që jeton e mbretëron në shekuj të shekujve. Amen. Dhe para aktit të pagëzimit, tani kisha shenjtë kërkon nga ju dhe nga gjithë ne, që ta bëjmë mohimin e djallit. Djalli është burimi i mëkatit dhe i vdekjes. Prandaj ne atë duhet ta mposhtim, atë duhet ta mundim të mohue veprimtarinë e tij, qëllimin e tij, dinakrinë e tij dhe ta themi me zhargonin politik diplomacinë e tij. Pra tu i heq dorë nga ai, e bëjmë edhe shpalljen e fesë, që besojmë në një Zot, që besojmë në Krishtin shpëtimtar, që besojmë në shpirtin shenjtë ngushëllues dhe që atëherë pas pagëzimit shkojmë në mision për ta shfaqur pagëzimin me jetë, vepër dhe fjalë. Prandaj ju ftoj të gjithëve tani ta bëjmë mohimin e djallit, tu përgjigj gjithë së bashku në 3 pyetjet e mështarit, po i bie mohit. A i bini mohit mëkatit
që të jetoni në lirin e bive dhe bijave të Zotit, po i bie mohit. A u bini mohit nga shnimeve të së keqes, që të mos mbizotrojnë mbi ju mëkati? A i bini mohit djallit, që është autori dhe princi i mëkatit? Dhe pasi që i ra mohit djallit, tani do ta bëjmë shpalljen e fesë, tu përgjigj po ashtu në 3 pyetjet e meshtarit me fjalën besoj. Kandidat për pagzim dhe gjithë sa jeni ju këtu prezent, a besoni në hyn atin e gjithë pushtetshëm, krijuesin e qiellit e të tokës? Besoj. A beson në Jezu Krishtin, një të vetmin birin e tij, Zotin ton, të lindur prej Maris Virgjer, që psoi dhe që varrosur, unë gjallë dhe që ndron në të djathtën e atit? Besoj. A beson në shpirtin shenjt, në kishën shenjtë katolike, në shoqërinë e shenjtrëve, në faljen e mëkateve, në gjalljen e trupit dhe në jetën e pasosur? Besoj. Kjo është feja jonë, kjo është feja e kishës, është nder për ne ta dëshmojmë në për Krishtin Zotin tonë. Dhe tani kam qenë akti i pagzimit. Ne, si dokument më të vjetër të shkruar në gjuhën shqipe, e kemi formulën e pagzimit. Sot ju kandidat, nuk do t'jeni një shkrim i shkruar, por ju do t'jeni formula e pagzimit e gjallë, sepse do t'a pranoni tani përmes Atit, Birit dhe Shpirtit Shenjtë, dhuratën e hirit shejtnus, që me pagzim ju falet mëkati burimor, mëkati i rrjedhshëm, dhe në qoftë se keni ndonjë mëkat tjetër, deri në këtë moment, të gjitha mëkatet falen me pagzim. Dhe me pagzim bëheni bitë dhe bijat e Zotit, vlla e motër me Jezu Krishtin, vlla e motër me secilin njeri, pa dallim kombi, gjuhe, feje apo kulture. Do të bëheni gjymtyrët e trupit mistik të Krishtit, që do të thotë do të bëheni antartë e kishës shenjtë katolike, jo vetëm këtu në Lapushnik, por nga këtu fillon dhe je antar i kishës së gjithë bashme, kudo që ajo është. Prandaj tani i lus kandidatet. Parin, Mal dhe Gjergj, Ganimete, Ornela, Olti, Olta, Olgerti, Olgerta, dhe të bëhen rresht, dhe dëgjoni instruksionet që meshtarët ju japin aty. Të lusfratë e merë vajnë e katekumenve, dhe unë e pak zhoj edhe me njerë lyrë me vaj. Edhe një një limon, mëjti që me shlyja të rë. Po. E katekumenve aty e merë të lutëm. Hajde me në motiv. Se është pak private dhe pagzimi. Njënën vetëm. Meri ato që ato, a bëmë ato shujtë, mama shta, hajde afrosh të afër meje, që të shtë rrimanalt. Kur të pagzoj, që të ma përfuni atë kështu. Mal, afrof të, e përkull pak kokën të në mes, afrof të të lutëm, veç pak e përkull kokën, përkull e pak kokën mes e tu, ma shumë edhe pak, se e shumë i gjatë, shumë bukur. Mal, unë po të pagzoj në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjtë. Amen. Kalot e zotnia. Cilon kjo? Garimetja duhet, në duhet. Ornela. Uli pak kokën vetëm. Ornela, unë po të pagzoj në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjtë. Amen. Super. Emni baci? Olti. Uli pak kokën, Olti. Sa bukur. Olti, unë po të pagzoj në emër të Atit, e të Birit,
e të Shpirtit Shenjtë. Amen. Hajde bukuroshe, emni? Olta, sa emni bukur, pak fulli. Olta, unë po të pagzoj në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjtë. Amen. Emni? Olgerti, Olgert, unë po të pagzoj në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjtë. Amen. Hajde të frati. Edhe kjo? Olgerta, ose e bukur. Unë po të pagzoj, Olgerta, në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjtë. Amen. Ganimete, unë po të pagzoj në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjtë. Amen. Mund është me mërë? Ma ishtë ato, mi jepa të tjera të lutëm. Tani lusë Valbona, Erjoni, Albioni, po, atër me njerë mas Mirusha dhe Dafina. Momento. Ona? Si? Nuk jam të dëgjuar. Finca të kush është të mora aty? Njëjtë. Po. Valbona, unë po të pagzoj në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjtë. Amen. Bravo. Tani ti e Erjon, ja? Albion. Pak kokën. Albion, shqiptari, unë po të pagzoj në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjtë. Amen. Erjona? Ti ke Erjon, ja? Bravo. Erjon, unë po të pagzoj në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjtë. Amen. Mirusha? Po, i kam thonë kësajna, po, hajde Age. Hajde Mirusha? Mirusha? Përkulli pak kokën. Mirusha, unë po të pagzoj në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjtë. Amen. Dafina, si të kam? Dafina, unë po të pagzoj në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjtë. Amen. A ki nevoj për të? Okej, shprate. Majsta. Tani e lus leken, Regjepin, lek. Drita. Dardani. Dardan. Po, ti e bës. Po. Hajde jënë edhe ti bekim të me një në rasht. Hajde ti i pari këtë të lutëm. Si që pa të më të leka dhe drita. Lek, unë po të pagzoj në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjtë. Amen. Në regull? Hajde drita? Tash pak vetëm. Drita, unë po të pagzoj në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjtë. Amen. Hajde. Bekim. Bekim Balisti.
Bekim, unë po të pakzoj në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjt. Amen. Bukur? Marrë me sta. Tani lus lirin, liria, drita, Agron Rëqica, atër Elias, Besa dhe Bora. Lirie, unë po të pakzoj në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjt. Amen. Drita, unë po të pakzoj në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjt. Amen. Agron, unë po të pakzoj në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjt. Amen. Elias, sa emën i bukur. Bravo. Elias, unë po të pakzoj në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjt. Amen. Okej. Ju një Besa? Besa? Dorën? Besa, unë po të pakzoj në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjt. Amen. Bora. Bora, unë po të pakzoj në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjt. Amen. Jo. Taulanti, e ja baci. Po e lexova. Hajde Taulant shto afër, për kule pa kokën, baba i ti vjetër pakzu afrimi. Taulant, unë po të pakzoj në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjt. Amen. I lus kandidatet dhe tullin aty ku ishin, e përcjellim tani rritjen edhe matutje. Sigurisht që këtyre kandidatëve ma vonë do t'i bashkohen edhe 25 kandidatë të tjerë, por jo në këtë moment, por një moment ma të volitshëm. Dëgjoni tani lutjen, hyj i gjithë pushtetshëm, Ati i Zotit ton Jezu Krishtit, ju rilindi nga ujë dhe nga Shpirti Shenjt, dhe ju dha faljen e të gjitha mëkateve, duke u bashkuar me popullin e tij. Ai vetë ju shukron me krizmen e shpëtimit që të përtrirë në Krishtin, me shtar profetën mbretër, të jeni gjithmonë gjymtyr të trupit e tij për jetën e pasosur. Amen. Tani lus me shtare që ti marrin simbolin e shallit që janë simboli barësisë,
dhe ju kandidatë qëndroni në këmbë, ju lutem. Tani do të bëhet dorëzimi veshjes së bardhë. Bardhësia është pastërtia. Tani shpirti juaj është i lirë nga njollat e mëkatit. Ju jeni të lirë, nuk jeni më të robruar. Ju jetoni në dritë, sepse keni kaluar nga errësira në dritë, nga robria në liri, nga mëkati në hir, nga vdekja e djallit në jetën e Jezu Krishtit. Kandidat të dashur, jeni bërë krijesë e re dhe jeni veshur me Krishtin. Merrni pra veshjen e bardhë dhe mbajni pa njoll deri në gjyqin e Zotit ton Jezu Krishtit për të pasur jetën e pasosur. Tani meshtarët po ashtu do t'ju dorëzojnë edhe qirinjt e ndezur. Dën pali, vetëm kandidatëve ju jep një qirit të ndezur. Simbolika e qiriv të ndezur, që ndezet nga qirivi pashve, simbolizon atë që Krishti thot, unë jam drita e botës. Por nuk ndalet aty, thot, ju jeni drita e botës. Te pranue këtë dritë, uroj që jeta juaj të jetë dritë. Vepra tuja, vepra drite e fjalët e juja, të ushëndrit nga drita e Jezu Krishtit, të jenë lajm i mirë, lajm i gëzushëm. Nuna, dërzoni kandidatëve simbolin e dritës. Kandidatë të dashur, jeni bërë dritë në Krishtin. Ecë gjithmonë si bitë dhe bijat e dritës, sepse duke qëndruar në fe, të mund t'i shkoni në takim Zotit që vjen, me të gjithë shenjtrit në mbretnin qiellore. Amen. Kjo është riti i pagëzimit. E tani do të ndajmë edhe sakramentin e krezmimit për kandidatet, jo për fëmijët e vegjël, por vetëm për kandidatet e rritur. Fort të dashur kandidat dhe kandidate, me pagëzim jeni rilindur në jetën e birit dhe të bijës së hyut, dhe jeni bërë gjymtyr të Krishtit dhe popullit e tij mështarak. Ju mbetet tani të merrni dhuratat e Shpirtit Shenjtë, që ditën e rshajve që dërguan nga Zoti mbi apostujt, dhe që nga apostujt dhe pasardhësit e tyre u që kremtuar të pagëzuarve. Edhe ju pra do të merrni sipas premtimit forcën e Shpirtit Shenjtë, që të bëheni në mënyrë më të përkryer të ngjajshëm me Krishtin. Kështu mund të dëshmoni mundimin dhe ngjalljen e Zotit dhe të bëheni pjesëtar aktiv të kishës për përforcimin e trupit të Krishtit në fe dhe në dashuri. Fort të dashur vëllezër dhe motra, ti lutemi hyj të gjithë pushtetshëm, që të nderdh mbi këta kandidat Shpirtin Shenjtë, që ti përforcoj me pasurinë e dhuratave të tia, dhe me lyrjen e Krizmes ti bëj plotësisht të ngjajshëm me Krishtin, birin e tij të vetëm. Tani kisha e lut një lutje të veçantë, ku e thret ardhjen e Shpirtit Shenjtë e përmes tij derdhjen e dhuratave të tia. Përcjellni me vëmendje çfarë dhurata do të fitoni nga Shpirti Shenjtë. Ngrituni në këmbë, ju lutem. Lus mështar që po ashtu t'i shtrin duart.
O hyj i gjithë pushtetshëm, ati i Zotit ton Jezu Krishtit. Ti ke ripërtrirë këta bitë tu me ujë e shpirt shenjtë, duke i liruar nga mëkatet. Zbrazbit te, o Zot, shpirtin tënd të shenjtë ngushëllues, shpirtin e urtisë dhe të kuptimit, shpirtin e këshillës dhe të forcës, shpirtin e dijes dhe të përshpirtrisë, dhe mbushi me shpirtin e frikës sate të shenjtë, në për Krishtin Zotin tonë. Amen. Tani, i lus kandidatet, malin, e këtu për para dhe nuni po ashtu, atër Ganimeten, Ornelen, Oltin, jo këtë fëmija, jo, vetëm ata që i kam lexuar, ju lutem. Vetëm që kam lexuar. Olti, Ornela, Ganimete, Mali, atëherë Valbona, Arioni, Erjoni, Mirusha dhe Dafina, Taulanti, Drita, Bekimi, Elias, Besa, Bora, Agroni, Liria, Leka dhe Drita Maloku. Mal, merre vullën e shpirtit shenjtë. Amen. Paqja qoftë me ty. Dhe me shpirtin tënd. Ma thuj emrin? Ornela. Ornela, merre vullën e shpirtit shenjtë. Amen. Paqja qoftë me ty. Dhe me shpirtin tënd. Ganimeta? Ganimete, merre vullën e shpirtit shenjtë. Amen. Paqja qoftë me ty. Dhe me shpirtin tënd. Kastriot, kujtë? Okej. Ma thuj emrin? Valbona. Valbona, merre vullën e shpirtit shenjtë. Amen. Paqja qoftë me ty. Dhe me shpirtin tënd. Ti e? Erjoni. Erjon, merre vullën e shpirtit shenjtë. Amen. Paqja qoftë me ty. Dhe me shpirtin tënd. Ku ke? Po kjo është i rritur. Si ke emrin ti? Olti, merre vullën e shpirtit shenjtë. Amen. Paqja qoftë me ty. Dhe me shpirtin tënd. Taulant, merre vullën e shpirtit shenjtë. Amen. Paqja qoftë me ty. Dhe me shpirtin tënd. Mirusha, merre vullën e shpirtit shenjtë. Amen. Paqja qoftë me ty. Dhe me shpirtin tënd. Dafina, Dafina, merre vullën e shpirtit shenjtë. Amen. Paqja qoftë me ty. Dhe me shpirtin tënd. Ma thuj emrin? Drita, merre vullën e shpirtit shenjtë. Amen. Paqja qoftë me ty. Hajde Lek. Lek, merre vullën e shpirtit shenjtë. Amen. Paqja qoftë me ty. Amen. Urna. Bekim, merre vullën e shpirtit shenjtë. Amen. Paqja qoftë me ty. Dhe me shpirtin tënd. Hajde Agron. Agron, merre vullën e shpirtit shenjtë. Amen. Paqja qoftë me ty. Dhe me shpirtin tënd. Ndihmo Zoti. Hajde Drita, hajde. Drita, merre vullën e shpirtit shenjtë. Amen. Paqja qoftë me ty. Dhe me shpirtin tënd.
Një motë zotit. Hajde ta shëndej Liria, drita. Ana Maria, merre vullën e shpirtit shenjt. Amen. Paqja qoftë me ty. Urime, një motë zotit. Bora, Hajde Bora, hajde Bora. hajde afro Bora. Bora, merre vullën e shpirtit shenjt. Paqja qoftë me ty. Një motë zotit Bora. Besa, merre vullën e shpirtit shenjt. Amen. Paqja qoftë me ty. Hajde Elias. Një motë zotit. Elias, merre vullën e shpirtit shenjt. Paqja qoftë me ty. Një motë zotit. Ja. S'ka më duket. Ja, mirë. Ja, mirë është. Ja, pra këto ishin rritet e pranimit në kishën shenjte katolike dhe apostolike, mirë se keni ardhur në kishën shenjte. Faleminderit. Më lejoni që krejt në fund, urnë një ullën një kush ka mundësi, t'ju ruaj juve të kandidat pa gëzimin dhe krezmimin, dhe që jeni tani antar të plot e kishës shenjte, sepse jeni shortue në Jezu Krishtin. Pa gëzimi nuk ju merë atë dheu, nuk ju merë identitetin të kombëtar, nuk jo merë as familjen, as doket, as zakonen, as gjuhen, as kulturen, por manen men, me pak gëzim jeni ngarkue me virtytin e dashurisë, që do të thot, ta duani Zotin mbi gjithçka, dhe ta duani vllav njeri ashtu si që thash me heret, pa dallim kombi, gjuhe, gjyre, feje apo kulture. Ju e keni marrë këtë mision, se jeni bërë dëshmitar të Jezu Krishtit, dhe nga ky vend i shenjtë, si që sot jeni të pastër, jeni shejtrue, dhe në qoftë se sot dikush në këtë botën tonë 8 miliardëshe, është i pastër dhe shenjtë, ju sot jeni të shenjtë, sepse jeni të liruar nga çdo lloj mëkati. Prandaj uroj që ta ruani pastërtin e shpirtit, që shpirti me kënë banesa e Zotit, ku Zoti nga shpirti yt i flet mendjes tënde, i flet zemrës tënde, shpirtit tënd, i drejton hapa tu në rrugën e të së drejtës, në rrugën e lirisë, në rrugën e rujtjes së identitetit kombëtar, në rujtjen e dinitetit të jetës shpirtnore. Nuk ju merë, por ju ngarkon. Ju ngarkon me dash do njeri. Jo vetëm atë që ju duan juvet, por ti duan edhe kundërshtarët, edhe armiqet, thot Jezu Krishti, sepse kështu si gjymtyre trupit e Krishtit, lutesh, i fal armiqet, dhe e përfiton armikun dhe e bën mik. Kjo është detyra e gjithë neve, jo vetëm e katolikëve, por gjithë njerëzve, që ta krijojmë një botë të dashur për të gjithë, një botë pasore për të gjithë, që të gjithë të jetojmë, e të bashkëjetojmë, e të bashkëveprojmë, e të bashkëndërtojmë identitetin tonë kombëtar, të rujtur në për shumë shekuj të vështira, ku stuhitë të mërshme, në rrahen, në mohu në robrimet të ndryshme, në burgosën, në plagosën, në burgosën, në vranë, në masakrun, e varën matran dhe popullit tonë, nuk është vrasja, asa përdhunimi i nënave
motrave, vajzave tona shqiptare, që në gjitha këto vujtje, sot kemi lirin dhe një liri, nuk guxojmë ta humbim identitetin tonë kombëtar. Sot, me pak zim, ju keni bashkuar mbretërve të parë të Utës dhe Agronit. Martirit e parë, Shën Astit, Argji Peshvit të Durrësit, që në shekullin e parë u masakruar, u martirizuar nga perandoria romake, që shumë analistojnë ne kemi marrë fen për i romakve. Jo, romakët e kanë marrë nga ne shqiptarët. Mos të harrojmë, nga ne shqiptarët e kanë marrë. Ju sot i bashkoheni, plades e martirëve të shumë, kombëtar dhe kishtar. Ju sot me pakzim i bashkoheni Gjergj Kastriotit, strategut të shtetit shqiptar. Sot me pakzim do ta merrni jo vetëm në duar, por në zemër dhe në shpirt, ta keni flamurin kuqezit dy krenar që është ngrit. Që është ngrit me 28 nëntor 1443 në Kruj. Që është ngrit përse dyti në Vlorë nga Ismail Qemali, që është dëshmue edhe me luftën e fundit Kosovë, që i përfshim gjithë martiret në krye me komandantin legjendar Adem Jasharin, që e filloi luftën po me këtë flamur. Ju sot me pakzim do t'i lexoni e do t'i këndoni vargjet e poetit shqiptar, më të madhit, Homeri shqiptar, Patër Gjergjfishtës. Ju sot në mision kini me shku dhe me shfaq dashurin e vepër si nana jonë e madhe e botës që ja kina dhurue, e sot shëjtresha Nën Treza. Populli dashtën shqiptar, mos kini frikë në liri që të përcaktoheni në aspektin fetar me lirinë e juaj, pa presione, pa ndikime politike, kishtare, apo çfarë do besimi tjetër. Lirshëm jetoni, lirshëm ndërtoni jetën shpirtnore të juaj ashtu si doni. Por një gjë dua t'ju them, kombin mos e ndro e mos e harro. Populli shqiptar ka besime të ndryshme, atë më të vjetrën, katolike, ortodokse, muslimane, protestant, agnostik, që i thuan vetës, disa edhe ateist. Pra, shoqëria jonë ka besime, shoqëria jonë është shtet, jo feja shtet, por ne jemi shteti, e si shtet ju mundsojmë besimeve, me kushtetutën tonë, lirin fetare, të i ruaj gjithmonë normat e kushtetutës së Republikës së Kosovës, edhe është Zoti nesër me kënë një kushtetutë që do quhet Kushtetuta e Shqipërisë.
historia jonë e lavdishme. Në këtë lavdi jeni bashku edhe ju tani me pagzim. Historia jonë është e dhimbshme, ka shumë dhimbje, por në dhimbje ta ndërtojmë shtetin e të së drejtës, ta ndërtojmë vëllezërinë shqiptare, pa dallim feje, që t'jemi shqiptar e me fe të kënaqemi në festat e njëri tjetrit. E sigurisht që ka shumë u them, por tani jeta le të flet. Jeta jote më nuk është jetë private, është jetë që i takon një familje, një shoqërie që quhet shqiptar, e me besim që i takon një institucionit sot me pagzim që quhet Kishë Katolike. Tani le të fol vepra jote, le të fol jeta jote, dëshmoje jetën dhe veprën edhe me fjalë, por asnjëherë me dhunë, por me dashuri e me dëshmi e të së vërtetës. Urime kandidat, urime Kishës Katolike dhe më lijoni që në emër të i peshvit Monsignor Dogjergjit, në emër të gjithë mështarve, motrave të nderit, popullit të Zotit që i takojnë Kishës Katolike, pse jo edhe popullit tonë shqiptar, që urojmë pagzimin e do ta marrim guximin. E do ta marrim guximin që urojmë edhe në emër të Kishës së përgjithshme. Tani s'mund të them në emër të Papës, që Papa Francesku sot në mëngjes e ka dorëzuar shpirtin Zotit, por në emër të Kishës së gjithëbashme, katolike dhe apostolike, mirë se keni ardhur, urime, shkoni në mision për të shpallur lajmin e gëzueshëm. Krishti është ringjallur. Shpallne këtë lajm, sepse kjo është lajmi i mirë që na bashkon dhe që na drejton drejt atë dheu qiellor. Miru pafshim pagzimet e reja në këtë kishë dhe në shumë kishat e tjera. Dhe ju bekof ky i gjithëpushtetshëm, Ati e Biri e Shpirtit Shenjtë. Sigurisht që këtu kanë punu shumë njerëz për këto pagzime, por pa emna, sepse ne kemi detyrë me veprue. Vepra jonë le të jetë. Për ju kandidatet që një pagzu nunat e juj, rrethin e juj të afërt, janë kujdesue dy bamirësh që ja ushtrojnë ma vonë një drek pasi të bani fotografi e përshëndetjen me të dashurit e juj në restoranin Kështjella në Malishev. Është Agrëndodaj edhe cili është e kandidati? Si? Pacaj. Muhamet do këta. Matan Pacaj. I falenderojmë nga zemra, Zoti u ruaj, Zoti u bekoft. E miru pafshim gëzimet e shumta të popullit tonë.